Enkileda Caria shkruan historinë, thyen 2 rekorde në kampionatin evropian të peshngritjes, në total ngriti 226 kg. 18 vjeçaria, e cila mbron ngjyrat e flamurtarit, ka vendosur një rekord të ri në disiplinën e shkëputjes dhe në 2 garësh. Peshngritja shqiptare, Enkileda Caria, ka dhuruar kështu një tjetër paraqitje për të mbajtur mend në kampionatin evropian që po zhvillohet në Batumi të Gjeorgjisë, duke fituar dhe thyer 2 rekorde për të rinj në disiplinat e shkëputjes dhe 2 garësh. Sportistja kuqezi dominoi në stilin e shkëputjes, ku ngriti 103 kg dhe vendosi një rekord të ri evropian për të rinj, por suksesi i saj nuk u ndal me kaq. Në stilin e shtytjes, Caria ngriti 123 kg, duke kompletuar një garë të nivelit të lartë dhe duke dëshmuar superioritetin e saj në këtë aktivitet. Falë kësaj performanca, ajo arriti të thyejë 2 rekorde europiane, një në shkëputje dhe një tjetër në totalin e 2 garshit me 226 kg, duke regjistruar një rezultat historik për peshngritjen shqiptare. 18 vjeçaria nga Elbasani, por që mbron ngjyrat e flamurtarit, u dekorua në këtë aktivitet edhe me titullin Ylli në ngritje i Europës 2025 nga Federata Europiane e Peshngritjes, një çmim që konfirmon talentin, përkushtimin dhe të ardhmen e ndritur të saj në sportin e peshngritjes.